Sipas VV-s tha që nuk mund ta caktojë, madje Saranda Bogojevci pati një deklarim për klanin që tha që nuk është interesuar për një pozitë të tillë. Kështu që po ndëgjon tash po flasim apo dojmë me zgjidh ngërçin politik, as po dojmë me zgjidh ngërçin politik. Do të thonë këtu pra është kleçka. Dhe kur jemi tek ngërç që dua ta bëj një pyetje për të gjithë edhe juve zotri Veliu. Si është e mundur sepse Lirdon nga e kaluara e kemi vrejtë që kanë qenë pikërisht personat udhëheqës të subjekteve politike, më kujtohet zotri Thaçi, i cili gjithmonë i ka udhëhequr bisedimet e subjektit vet në koalicion me subjekte tjera. Edhe ka bërë kompromise. Edhe ka bërë kompromise. Çfarë po ndodh tash? Pse nuk po arrin Kurti të jetë një figurë unifikuese, duke marrë parasysh se nuk e di nëse ai vetë është duke bërë negociata për prurjet e reja apo votat e reja. Kush po ja humb fuqinë? Nuk po e pranojnë të tjerët të bëj negociata me ta? Apo cila është ideja? Pse kryetari i partisë nuk angazhohet që të marrë më shumë vota, siguroj më shumë vota? Zotri Zeqa? Gjam prapë se s'mlat me përfundu, po këtu për lidhna të kjo çështje. Zoti Kurti nuk është i interesuar në çdo moment, në çdo rrethana që është shteti i Kosovës, që vetë ka pru. Edhe në rrethonat që po jeton edhe po zhvillohen geopolitike. Apo bojkotohet nga tjerët, a nuk është të dashme me bërë? Kur don ti, ndëgjam bre, se Kroni, kjo është i pari. Qytetarët ja kanë dhënë vot besimin si subjekt i parë politik. Po pse opozita po bie në grackën e Kurtit që s'po do ta bëj pra? Kto është pyetja thelbësore. Ti po e sheh që ai po e vë kandidatin që nëse nesër ta zëm është pyetur Haradinaj nëse do dilte Limaj pra ka parti përgjigje negative. Zoti Kurti po e kurzon opozitën, po thotë ja këto ja asnjë. Ashtu nuk shkohet. Sa herë është kurzuar kështu ta zëm partitë politike në mes vete, përmend rastin kur EDK-ja ka fundosur veten me këtë taktizëm që ka përdorur kushtetuesën për ta rrëzuar në fakt Kurtin dhe këto ditë kanë dalur në deklarimet kur Kurti, në këtë rast VV-ja ishte në opozitë dhe në asnjë mënyrë se kishin votuar as edhe ndonjë kandidat të pozitës së atërshme. Po i pam ato çarkullon videot, madje është edhe ajo deklarata e Kurtit në foltore kur i thotë Kadri Veselit dilmatu pse nuk po matesh. Edhe besoj kështu po jap opinion, besoj që në politik nuk e di sa ka hapësirë, po duhet me u kriju standard dhe standardi me u mbaj, dhe me thonë, jo të ketë standarde të ndryshme për praktika të njëjta. Nëse nuk i ka votuar opozita atërshme, duhet edhe këta njëjtë. Atëherë Kurti ka bë prej opozitari, dhe me thonë me një forme ka sfidu pozitën e atërshme në mënyrë që nëse keni numrat, atër zgjidhni krye parlamentarin dhe tash jemi në pozicionin e njëjtë ku shumica e tanishme se s'po them pozita, për arsye se s'ka pozit dhe opozit, po i kërkon opozitës që t'ja votoj kandidatin. E përmendja dhe Zeqaj opcionin që dha Haradinaj dhe ndoshta kjo është një farë loje e ti me krenarin e Kurtit. Kushtimisht se i ka dy emra, i ka dy opcione që ja voton AK-ja. Këtu është opozita e cila në fakt mirë e bëri betimin. Nuk menoj që duhet me ushtru që shtu si qytetar po folje huna për arsye se apo hu opozita, shumica, pakica, po nështë ta një pyetje që duhet me ushtru është sa po humb ose sa po fiton Kosovë. Ajo patjetër, e pashmangshme. Një sondazh kemi hapur në këto momente për shikuesit që na shohin, në fakt sipas ju që jeni natyrisht të shohim në YouTube, cila është zgjidhja momentale që a duhet ndryshuar kandidati për kryetar të kuvendit apo edhe mund të shkohet në zgjedhje të reja sepse është përmendur. Diçka që dua të flas me ty Florence, e di që e ke analizuar këtë situatë, në fakt kjo situatë përmbahet peng ndër të tjera dhe për shkak Duda-Baljes. Jo, ndëgjam, nuk kisha thonë për shkak Duda-Baljes, unë sa kam informacione. Nëse ka gatishmëri politike të zotit Kurtit për me bo qeverinë, kom thonë me 10 raje po e përsërisë edhe sot zoti Kurti ka votat me bo dhe kuvendin edhe qeverinë. Nëse ka gatishmëri, me kalkulu, se ndëgjam, ti nëse ki nevoj për dikan, për me marë mandatin e qeveri, se vetë s'po mundet me bo. Ashtë ti duhet më dalë me diskutu edhe ata i kanë idet edhe kërkesat e veta. Po qka fshihet pas kësaj, zotri Florent? A ka procesin cila ka me kalu Kosova, apo qka fshihet? Ku është plani zotit? U bazohet, mos dëshira. Që shkurt, ndëgjam. Zoti Kurti është i interesum me i prodhu dy skenar. Me zhagit procesin, nëse ka mundësi, mundet me zhagit. Po, në aspektin e me shku deri me i shpall zgjedhjet jashtëzakonshme në korrekt, për shkak se i konvenon për shkak edhe këti edhim në shumicën e vllazëve motra autonik jemi jashtë, edhe ata janë shumë të interesuar për situatën politike në Kosovë, edhe po dojnë marrë me votu edhe me... Dhe jo mendoni nëse Kurti e krijon këtë blokad do t'i shërbej në favor ti nëse... Ashtu po mendon zoti Kurti për shkak se kron ky i ka ly 500 ke. Ndëgjam, po kjo edhe 500 ke mi marrë është e kot për shkak se ndëgjam, është
subjekti politik që ka pas fuqi edhe mekanizma që s'ka pas lider politik në Kosovë. E ka pas edhe presidentën e vetë, ka pas edhe kryeministrinë, i ka pas ministrinë e drejtësisë, ka pas, do të thonë kretë pushtetin bre ka pas, veç edhe prokuroria i patmet pa e kap, edhe do të thonë ambicit e tina janë që aty. Prokuroria janë ambicet e ti. Pa qashtu e ka pas, do të thonë ka pas deklarime shpesher edhe pse vendimet e qësaj prokurorie, qësaj gjykate, këto e kanë për kryeministër. Që kjo gjykate, që kjo prokurori ka rëzu president që të shtetë. Mirë. Ndoshta du të më këthy të periudha e vitit 2014 dhe themelimi institucioneve, atëherë kur fituese ka dalë Partia Demokratike me mandatar për kryeministër Hashim Thaqin, zgjedhjet janë pas mbajt në qershor dhe mandej tek në dhjetor pas një marrëveshje PDK për kohën e Vlanit, a? Për kohën e Vlanit, kur LDK-ja e blokun. Më thonë, ka mundësi me bo blokad? Po du me thonë që jemi, zgjedhjet janë mbajt me nënë shkurt, jemi 2 muaj e pak pas zgjedhjeve dhe me krahasu me periudhën e vitit 2014, po them mirë, po sa është normale kjo situatë. Ka po du me dalë edhe një sen me ndërlidh që tha që në atë kohë, si i pari, si fituesi zgjedhjeve, në marrëveshje me Isa Mustafen, ka bë koalicion edhe qeverinë e ka drejtu mandej Lidhja Demokratike e Kosovës me Isa Mustafen, me marrëveshje që ka përfshi që me përfundimin e mandatit ati fete Jahjagës atëherë, Hashim Thaçi zgjedhet president. Dhe që na kem raste, për shembull duhet me përmend, pa tjetër, nëse himte se qëre, kur s'munësh me bo vetë qeverin, e ka pas rastin e ka bo vetë, i ka pas 5 tëni, 4 vjetë ka udheq, 16 miliard euro buxhet i ka pas. Dhe më thonë, krejt senet, ka mujt këtë Kosovë me bo Zvicër, për 4 vjeta, me 16 miliard euro buxhet, kush e ka nolë? Me zhvillu ekonomin, me rritë standardin, me rritë rrogat. Ka e në shku ato pare lind pyetja. Kjo tem tjetër që dënë diskutim. Dhe gjam, por një gjë nuk e mora, një përgjigje nuk e mora. Është një problem i brendshëm, apo janë proceset integruset Kosovës ato që frigojnë ta krijojë qeverinë? Është edhe friga, zoti Kurti. Sepse kemi edhe bisedimet me Serbinë, kemi edhe kompromiset edhe më shumë. Asociacionin që ka kime bo me ta, e ki dialogën me Serbinë dhe ki çështje. Dhe tash, a është çështja e numrave apo janë këto çështje që sapo i cekën ato që po Zoti Kurti që shumë ne kom pas si gazetar planin e tij po flas gjithmonë. Edhe që më ka rezonu gjithë çush kom thon edhe po del. Zoti Kurti plani i parë kanë zgjedhë të jashtëzakonshme, plani i dytë, nëse ju kujtohet me 31 mars, Zoti Kurti e çet një postim ku komunën e Klinës ka fituar me vota diasporës. Edhe e çet hartën kuq. Krejt Kosova, vetë vendosje sa i përket numrit komunave, përveç Drenasit, Skënderajt edhe nëse zgaboj Deçanit. Në më thonë, ideja tina është një farforme për shkak se kranë. Na në zgjedhjet në tetor jemi në zgjedhje lokale. Mos harra, në prill të vitit tashëm 2026 e kem prap rrezikuj me shku në zgjedhje për shkak se kemi zgjedh presidenten. Për me mbyll to shkurt. Zoti Kurti, nëse ka interes